Vjeshta në komunën e Dragashit është prej viteve të rralla të cilat malet kanë marrë ngjyrën e llollojshme në komunën tonë. Ngjyrë çka ja vlen të vizitohet dhe ta shikojsh se çfarë bukuri është rrallë. Këtu gjendemi në hyrjet të fshatit të Mlik të komunës së Dragashit, të cili është i bonuar nga komuniteti Goran dhe është një prej fshatrave më të vjetër të komunës së Dragashit. Këtu fakti pse është edhe ndër fshatrat më të vjetër të komunës sonë është fakti se në fshatin Mlik gjendet xhamia më e vjetër në Ballkan. Në vitin 1289 e ndërtuame, do më thonë para perandorisë osmane, ka lullzue Islami. Edhe tash asaj dite është ruajtur tradita dhe besimi i tyre Islam. Tani është fshat të cilin shumica e banorëve edhe kanë braktisur, mirë po, prap rrejet e tyre qëndrojnë heroikisht mbi traditat dhe besimin e tyre.